Shkodra konfirmon rolin e saj si një nga qendrat më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në vend, duke u renditur ndërsitet më të vizituara gjatë muajit janar 2026. Sipas të llojeve të publikuara nga Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha, Parku Arkeologjik i Shkodrës është vizituar nga 3475 vizitorë vendas dhe të huaj, duke u pozicionuar i dyti në rang kombëtar për këtë periudhë. Në total, gjatë muajit janar, mbi 20.000 vizitorë kanë frekuentuar sitet kulturore në Shqipëri, çka tregon një interes të qëndrueshëm për historinë dhe trashëgiminë kulturore dhe jashtë sezonit turistik. Vetëm muzet kombëtar kanë regjistruar 11.315 vizitorë, ndërsa parqet arkeologjike dhe kalat kulturore kanë tërhequr mijëra të tjerë. Pas muzeut kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Krujë, që kryeson listën, Shkodra renditet para kalas së Gjirokastrës, muzeut ikonografik Onufri në Beradh dhe parkut arkeologjik të Butrintit, duke dëshmuar potencialin e saj të mall turistik dhe kulturor. Ky interes i lartë për parkun arkeologjik të Shkodrës forcon më tej pozicionin e qytetit si një destinacion kyç për turizmin kulturor dhe historik në Shqipëri, duke kthyer atë në një pikë referimi për vizitorët vendas dhe të huaj edhe gjatë muajve të dimrit.